mbasi na hi në qeverisje. Kjo tregon masana kur Vjosa Osmani nuk ka dakordu me rëzimin e qeverisë se kurtit ne. Edhe ka kurti. Pe 26% shkojnë në 50%. Pse ti po vjen që Vjosa na ka dhënë elektoratin na? Normalisht. Pse po president? Pse e mor pro? A keni marrë veç këtu kota? Jo more që na morë me animu, po jo që është faktor kryesor. Po jo faktor kryesor, do ta masoj. Jo, nuk thashë faktor kryesor. Jo, nuk Se cili aktivist? Cili aktivist për shi edhe Vjosa? Tandemi Vjosa Albini po jo ka boqa të fuqi elektorale. Po jo që faktor numër 1. Jo, nuk ka numër 1 bre. Nuk jep pa numrin. Nuk jep as numrin 1. Po ti interpretimin po ja jep që nuk është një tandem. ti jep interpretimin që pa dyshim që tandemi i bën dyshim që dysh. Dy vet. Po dyshim na. Mos ti shko dysh, nuk ish dalë me konferencë për shtyp me thon Vjosa Osmani kandidate për presidente e unë kandidat për kryeministër. Do të thonë fuqia që aty u treguar. Për ndryshe, ç'është morëm na 50% pa të? Jo, me to e kemi marrë. Korrigjoj kjo. Tash me to. Po çysh jo? Çysh ko ju? Çysh kurti? Ja prit. Kjo presidenti është. Herën e parë i kanë marrë me të, herën e dytë i kanë marrë pa të. Me to veç jo publik. Ti ka dhënë veprimet, atë me ti ka dhënë. Ja. Po po çe. Po, vota. Shko çështë interpretimi shumë të qartë. Që unë lem një minutë që ta shpjegoj. Çu shko? Shumë minuta ke marrë. Jo, shumë minuta, bile ja 10 minuta po vlet veç kom kuq. Jo, 10 minuta veç kom kuq. Çu shko mundsi presidentja Osmani. Po 10 minuta ka. Bleu konjusa që ka shumicë